Java që kaloi u mbyll me shelegt e Kuçit dhe Koranin e Pogradecit. Barkderrat e shtetit nuk kanë të ngopur. Në një kohë kur prej mbi 3 muajve protestohet në rrugët e Tiranës kundër një qeverie që nuk ka legjitimitet. Protestohet kundër një qeverie armike në qëndrimet e saj ndaj qytetarëve. Edi Rama ka zgjedhur ahengjet qeveritare. Duhet ta mësoni ju se Kuçi ka shumë gjëra për cilat është i njohur, por dhe për shelegt dhe gatimin e tyre. Dhe kjo ishte arsye e takimit në Kuç. Korani nuk ka nevojë për komente, po cili ishte rezultati i këtyre takimeve? Mashtrime, mashtrime dhe vetëm mashtrime. Çfarë doli nga Pogradeci? Retrita. Këta, që e thash më para të fjalën për ta spoj përsëris, u mblodhen për të zgjidhur hallet e kombit. Çfarë solli si rezultat kjo mbledhje? Do më shkruan të një mik i imi pensionist. Dua ta falënderoj atë plakun që përqafoi Edi Ramën se na shpëtoi nga ulja e pensioneve. Çfarë solli? Çfarë ndigjuan? Nxënësit, mësuesit e këtij vendi për vitin e ri shkollor. Çfarë ndigjuan? Të smurt e Shqipërisë për shëndetin e tyre. Çfarë ndigjuan? Mbi 30% e shqiptarëve që janë në rrezik për kafshatën e gojës janë të kërcënuar nga uria sipas të dhënave të fundit të FAO-s. Dëgjuan se do merremi me ushqimin. Çfarë dëgjuan? Qytetarët shqiptar që në Tiranë kanë qera, duhet të paguajnë qera 2/3 më shumë se 2/3 e rrogës tyre. Çfarë dëgjuan studentët, të cilët nisin vitin e ri shkollor në universitet në pamundësi për të paguar qerat e larta apo të rritë, për të blerë një stre familjare. Pra, a mund të imagjinohet një shkëputje stratosferike e tillë, e cila shpreh një shkallë stratosferike inkriminimi të Edi Ramës dhe organizatës të tij kriminale. Që kalojnë
nga ahengu qeveritar në aheng tjetër qeveritar, dhe bëjnë sikur Shqipëri nuk ndodh asgjë.